kemi parë mesazhe të shumta ku flitet për legalizime të jashtëligjshme. Këto legalizime të jashtëligjshme janë kriminalitet i nivelit të lartë. Ne sot jemi këtu para prokurorisë speciale për të dorëzuar një kallëzim penal ndaj zyrtarëve të lartë të kabinetit të përparim Ramës dhe vetë përparim Ramës për shkak të një sinjalizimi të cilin e kemi pranuar mbrëm pasdite nga një sinjalizues anonim. Mbrëm kemi pranuar një grup i asamblezëve të Prishtinës, kemi pranuar një email sinjalizues ku kemi parë mesazhe të shumta ku flitet për legalizime të jashtëligjshme dhe shuma të mëdha parash. Në këto mesazhe, personi i cili komunikon me një person tjetër anonim është pikërisht shefi i kabinetit të kryetarit përparim Rama. Në këto biseda, personi në fjalë, përpos që përmend kompani ndërtimi, përmend objekte ndërtimi, ai përmend edhe shuma si dhe vetë pretendon se këto legalizime janë tërësisht të jashtëligjshme. Marr parasysh këtë sinjalizim dhe rëndësinë e trajtimit të kësaj teme, ne sot jemi këtu përpara Prokurorisë Speciale të Republikës Kosovës që të dorëzojmë zyrtarisht kallëzimin penal në prokurori dhe të kërkojmë nga prokuroria veprim dhe hetim të menjëhershëm. Kjo është një skandal i madh. Këto keqpërdorime, këto legalizime të jashtëligjshme janë kriminalitet i nivelit të lartë. Në këtë drejtim është detyrë e prokurorisë që të hetoj dhe të vërtetoj nëse këto pretendime të sinjalizuesit janë të vërteta. Ajo çka për ne është jashtëzakonisht shqetësuese është fakti sepse flitet për ndërtues, flitet për objekte të cilat lehtë janë të verifikueshme. Pra ka bazë të mjaftueshme për ngritjen e aktakuzës ndaj kryetarit dhe ndaj zyrtarëve të lartë të kabinetit të përparim Ramës. Pas dorëzimit të kallëzimit penal në prokurorinë speciale ndaj kryetarit të Prishtinës përparim Rama nga lëvizja vetëvendosje, ne kemi ardhur në komunën e Prishtinës për sqarimin e këtyre pretendimeve dhe për të kërkuar një prononcim nga kryetari Rama. Mirë po kjo nuk ka qenë e mundur, pasi që ai nuk ka qenë i qasshëm për kallëzo.com.